Ministri Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mocunski përmes një publikimi në Facebook ka kritikuar ish-ministrin e Punëve të Jashtme Bujar Osmani, i cili sërish publikoi videon ku në një tabel shpjegon dhe vizaton kornizën negociuese. Mocunski tha se Osmani është personi i fundit që ka të drejtë të mbajë leksione për atë se çfarë është pranuar dhe çfarë jo në procesin negociues. Mocunski akuzoi Osmanin për shtrembërim të fakteve dhe tha se ai nuk ka kredibilitet politik për të komentuar politikat e qeverisë aktuale. Ministri theksoi se qëndrimi i qeverisë aktuale mbetet i pandryshuar që nga fillimi i mandatit të saj. Në dallim nga spinet e tij, pozicioni i kësaj qeverie është i qartë dhe i pandryshuar që nga dita e parë. Për më shumë se 2 vjet dëgjojmë akuza se do të lëshojmë pe, do të heqim dorë dhe do të pranojmë gjithçka që është marrë vesh më parë. Në vend të kësaj, me vepra kemi treguar konsekuencë, parimësi dhe mbrojtje të qartë të interesave kombëtare maqedonase. Kjo sot është e qartë si në mend ashtu edhe te partnerët tanë ndërkombëtar, thuhet në reagimin e ministrit. Nga ana tjetër, ish-ministri Bujar Osmani më herët shkroi në Facebook se prej 4 vitesh pohon se protokollet nuk janë pjesë e kornizës negociuese. 4 vjet kam nduruar kritika, sulme dhe fyerje. 4 vjet vizatoj në tabela, shpjegoj dhe përsëris. Një hap është kaluar. Protokolli nuk është pjesë e kornizës negociuese, shkroi Osmani.